Media serbe Radar.nova.rs ka publikuar një audiopërgjim të një takimi të ndodhur në vitin 2017 mes Dušan Borković dhe Branko Malović, të cilët flasin për ndarjen e 58.7 milion dinarëve të marra nga komuna e Pančevës për kompanitë e tyre që merren me sportin e automobilizmit. Në këtë audiopërgjim, siç raporton kjo media, Borković shpreh pa kënaqësinë e tij për ndarjen e parave. Borković gjatë gjithë bisedës i referohet vëllait të Vučićit, Andrej Vučić, dhe Nikola Petrovcit, i cili njihet në Serbi si kumbari i presidentit. Në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe kryetari i atëhershëm i Bashkisë Pančevës, Sasha Pavlov, por në audiopërgjim shihet që ai mezi merr pjesë në bisedë. Shoferi i njohur i garave serbe Dušan Borković, i cili mori ndihmë financiare nga qyteti i Pančevës, në një moment u ndjej i pakënaqur me shumën që duhet merrte, por edhe me faktin se duhet kthente një pjesë të parave të marra. Ai e diskutoi këtë problem drejt për drejt me eminencën ngritë të progresistit Branko Malović, nën kryetarit të bordit ekzekutiv të Partisë Progresive Serbe. Siç raporton kjo media, në bazë të këtij përgjimi shihet që nismëtari gjithë kësaj është vllai i Vučićit, Andrej Vučić. Biseda është e gjatë dhe shpesh e paqartë, veçanërisht kur Borković dhe Malović flasin në të njëjtën kohë, por nga ajo që dëgohet është shumë e qartë se ata po diskutojnë për paratë dhe po dëshmojnë se si vendoset ndarja e parave nga arka e shtetit jashtë institucioneve, brenda një grupi informal. Aso kohë as vëllai, as kumbari i presidentit, as Malović nuk mbanin ndonjë post shtetëror, por ndikimi i tyre në pazare të tilla ishte i padiskutueshëm, siç konfirmohet edhe nga vet Borković. Nga kjo pjesë e bisedës, përveç faktit që vëllai i presidentit e ka iniciuar atë, mund shihet se ka pasur një ndërmjetës midis tij dhe Malovićit në lidhje me paratë që merrte Borkovići. Më vonë kur kthehen në këtë temë, ata përmendin Aleksandar Farkashin, i cili para SNS-s ishte antar i Këshillit të qytetit të Pančevës, përgjegjës për sportin, shkruan media serbe Radar.